Këto kanë qenë lojra edhe zhvillimin që kanë ndodhur qoftë me ato amandamentet për ndryshim kushtetutës që presidenti me u zgjedh nga populli. Ne gjithë e kemi ditë dhe që kemi përvojën politikë se është e pamundshme, sepse për çdo ndryshim në kushtetutën e vendit e kërkohen, përpos që duhen 2/3 e votat të deputetëve, duhen edhe 2/3 e votave të minoritetit serb, gjë që na kemi pa që ata as që kanë qenë prezent, më thonë ka qenë kjo loja me pas zhvarritja e prezantimit të një kandidati ose kërkesa që ka qenë në partive tjera që të kemi një kandidat konsensual për votim dhe mos pranimi edhe ato ftesa që mbo një anshëm qoftë me Bedri Hamzën apo me Abdigjikun pa ditë ose pa pas një emër të përcaktuar se për kënd po diskutohet edhe kush do të jetë një kandidat konsensual, kanë qenë krejt formale. Domethënë kanë qenë formale, s'ka dashur të bëjë zgjedhje, qëllimi është që me e marrë gjithë pushtetin, ju e dini se mandati i presidentit është dekreton krye prokurorin, zgjedhja e gjyqtarëve i dekreton pa ashtu gjyqtarët e gjykatës kushtetuese dhe normal ka dashur me na futë edhe me një vakum tjetër në mënyrë që ta kontrollojë gjithçka në Kosovë, mënyrë që presidentja veç e shpalli dekretin e shpërbërjes së kuvendit, edhe që vendi shumë shpejt duhet të shkojë në zgjedhje. Për ndrysh, inshallah ka një mobilizim të popullit sepse një kryeministër tash që i bjen me qenë detyrë e zhvarriti procesin e formimit të qeverisë për një vit gati dhe tash tendenca e zhvarritjes së tillë të konstituimit komplet apo të zgjedhjes së presidentit nuk ka kuptim. Ajo loja e tij që t'i fajsoj partitë opozitare nuk qëndron sepse forcën e votës e ka Albin Kurti duke i pas 67 vota bashkë me minoritetet jo serbe dhe që ndoshta me një konsultim të rregullt ose me një konsultim të mirë me partitë opozitare ka mund të arrit po me zgjedh jo një president politik, po një president konsensual që ka mjaft figura të besueshme në Kosovë që ndoshta kishin merituar me qenë presidenti i Kosovës. Ne e kemi pa që është një farë hendekin mes presidentes aktuale edhe kryeministrit edhe gjithë e kemi besu se ndoshta kandidatja e propozuar nga lëvizja vetëvendosje për president do të jetë presidente aktuale Vjosa Osmani dhe ne kemi pa shmangja ose lojra që i ke bën, na do t'i sigurojmë 30 vot, jo s'ti sigurojmë fare 30 vota, po gjejt 30 vota, 30 nënshkrime për me procedu me tutje si kandidaturën për president, gjë që si ka ndërrua ato vota, thash kopja e gjyqësorit, kopja gjykatës kushtetuese e kryeprokurorit në mënyrë që ta kontrolloj të tërë në shtetin. Shumë mirë në kuadrin e kushtetutës i takon në momentin që nuk zgjedhet. Presidentja ka vepruar në mënyrë ligjore, kushtetuese, shpërbërja kuvendet dhe tash konsultimet me parti politike për caktimin e datës së zgjedhjeve. Jo, thash ka pas parti politike që kanë pas shumë pak vota se sa që ka pas Albin Kurti dhe kanë arrit me bërë një farë lloj konsensusi dhe me u zgjedh presidentin, do më thonë asnjëherë qeveria vendi nuk ka shkuar në zgjedhje për shkak mos zgjedhjes së presidentit, sepse secili e ka pranuar një fakt, një realitet dhe vendi nuk ka shkuar, ndërsa vendi ka shkuar për shkak mos koordinimit, rrëmjes së qeverisë, kalimit të afatit kohor për një qeveri për 4 vjet, po asnjëherë unë nuk e mendoj që vendi ka shkuar në zgjedhje për shkak të presidentit. Kjo zhvarritje ka qenë e qëllimshme sepse nëse kish pas një angazhim konkret, një angazhim të sinqert, ka mund shumë lehtë me gjetë një figurë konsensuale që ndoshta ishim detyruar edhe ne me ndajt në sallë për shkak të respektit jo për Albin Kurtin, po për shkak të ndonjë figure që do e kish propozuar.